Nuk kanë fund të lashet e Partisë Demokratike, pas skandalit me lobimin $6 milion, zëdhënësi i Sali Berishës ka shkaktuar përplasje me 2 njerëz me peshë në SBA, Richard Grenell dhe djalin e Donald Trump. E kemi fjalën për Alfred Lelen, ambasadori Richard Grenell, i cili nga presidenti Donald Trump është caktuar si i dërguar për misionet speciale, ka reaguar me një postim në rrjetet sociale lidhur me aludimet e bëra në portalin Politico, sipas të cilit Edi Rama ka dështuar me lobimet për t'u takuar me djalin e presidentit amerikan Donald Trump Jr. Në një mesazh në rrjet, duke ju drejtuar Alfred Lelës që administron portalin, i cili mban edhe funksionin e drejtorit të zyrës së shtypit të PD, Grenell përgënjeshtron aludimet se ai është lobist i fshehur i Edi Ramës. Gjithçka duket se ka lidhje me vizitën e Donald Trump Jr. në Beograd, takimi me presidentin serb Vučić dhe aludimet se Edi Rama ishte bërë përpjekje për t'u bashkuar takimit, duke shfrytzuar lidhjet me Grenell. Postimi i Grenell është ripostuar edhe nga djali i presidentit Trump, çka duket se jep një tjetër rëndësi reagimit. Grenell i ka kërkuar Lelës që ta përgënjeshtrojë atë pasi nuk ka asnjë të vërtet. I dashur Alfred Lela, e kuptoj që jeni disa ditë larg një zgjedhjeje të rëndësishme. E kuptoj që emocionet janë të larta. Zgjedhjet tuaja i kam parë në heshtje, sepse Shqipëria është një aleate e rëndësishme dhe e besuar e Amerikës në NATO, dhe një nga vendet e mia të preferuara për të vizituar dhe për të pushuar. Por kjo histori nga media juaj është një gënjeshtër totale. Duhet të korrigjohet menjëherë dhe të hiqet nëse ju interesojnë faktet, ka shkruar Grenell. Pas këtij reagimi, portali ka hequr shkrimin. Richard Grenell u afrua shumë me PD përpara se Trump të fitonte. Madje shpresat e Berishës ishin se ai do të bëhej sekretar shteti dhe do t'i hiqte non gratën. Në shumë dalje Berisha vetëm e lavdëronte. Vet Grenell ka sulmuar Blinken për non gratën e Berishës. Reagimi i sotshëm është një goditje e fortë për PD.